Nxënësit e klasave të nënta të shoqëruar nga prindër dhe mësues morën pjesë në aktivitetin Ditët e Hapura, organizuar nga Shkolla Profesionale Teknike në Korçë, në palestrën e qytetit të Ersekës. Aktiviteti synoi njohjen e të rinjve me drejtimet profesionale, mundësitë e formimit praktik dhe perspektivat që ofron arsimi profesional për tregun e punës. Nxënësit patën mundësinë të njiheshin nga afër me profilet dhe programet që ofron shkolla profesionale, përmes stendave prezantuese, demonstrimeve praktike dhe bashkëbisedimeve me mësuese nxënës të kësaj shkolle. Për herë të parë këtë vit kemi ftuar nxënësit e shkollave 9-vjeçare të kësaj bashkie për të parë disa nga produktet e realizuara nga nxënësit e shkollës profesionale teknike, për dhënë informacionin, përfitimet dhe mundësitë që ofron arsimi profesional dhe shkolla teknike në veçanti. Shohim që nxënësit kanë interes, shohim që nxënësit kërkojnë edhe më shumë informacion dhe jam shumë e sigurt që ata të zgjedhin për të vizituar më vonë edhe shkollën profesionale teknike për të parë mjediset ku mësohet, ku punohet në shkollën tonë. Tao ka bërë edhe një thirrje për prindrit e nxënësve që përfundojnë klasën e 9, për ta parë si një mundësi zgjedhjen e arsimit profesional. Të shohin mundësinë për të ardhmen e fëmijëve të tyre. Arsimi profesional është një ardhmë e sigurt. Të gjitha drejtimet e shkollës profesionale teknike janë drejtime që lidhen me tregun e punës në rajonin tonë, por edhe më gjerë. Është një ftesë e hapur për të gjithë prindrit e kolonjës dhe jo vetëm për të zgjedhur të ardhmen e fëmijëve të tyre që është arsimi profesional. Aktiviteti zgjoi interesin e nxënësve dhe prindërve për arsimin profesional dhe mundësitë që ai ofron për të ardhmen, duke shërbyer si një urlidhse mes të rinjve, formimit profesional dhe tregut të punës.